Përshëndetje të nderuar televizionistë, në emisionin e sotëm do të trajtojmë temën dështoi apo u harrua programi 100 fshatrat. U propozua nga qeveria si një projekt madhor për të kthyer fshatrat shqiptar në destinacione turistike e për rivitalizimin e ekonomisë rurale. U angazhuan pikërisht 4 ministri, një listë gjatë agjencisë shtetërore dhe 10 miliona euro. Po flasim për programin 100 fshatrat, mbi cilin sot nuk kemi asnjë rezultat të bërë publik nga autoritetet, nuk kemi as rivitalizim të fshatrave që u përfshin në atë listë e as rikthim të larguarve nga emigracioni. Çfarë ndodhi me këtë projekt do të përpiqemi ta kuptojmë me 3 të ftuarit tanë për ditën e sotme. Është në lidhje të drejtë për drejtë urbanisti Imeldi Sokoli. Zoti Sokoli, mirë se erdhe në MCN. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Po në lidhje të drejtë për drejtë kam arkitektin Gjergj Caca. Zoti Caca, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se vgjeta. Dhe në studio me mua është bashkuar ekonomisti Pano Soko. Zoti Soko, mirë se erdhe në studio. Atëherë, zoti Sokoli, a keni informacion për ndonjë rezultat konkret të atij projekti që u shpall që në vitin 2018, po themi ndonjë rast të suksesshëm? Duhet të sqarojmë më parë opinionin publik për, mund të themi, për ato çfarë kemi të shkruar në për portalet e qeverisjes për sa i përket programit 100 fshatrat, dhe pastaj të kalojmë tek përgjigja për sa i përket rezultateve. Nga portalet, pra, siç them, të qeverisjes, ne kemi disa shifra të akorduara që thuhet që nga buxheti i shtetit, si nga investimet e huaja dhe nga investimet e buxhetit shtetit, kemi një shifër rreth 207 milion euro të investuara. Kështu thuhet. Dhe në vitin 2025 kemi edhe një ndërmarrje tjetër që deri në vitin 2030 do të investohen edhe 90 milion euro të tjera në këtë kuadër. Ajo çfarë ne shohim, të paktën po t'i hymë në detaj më pas investimeve të huaja apo donatorëve, sepse ky është një program qeveritar, ndërkohë donatorët ose investimet e huaja ne nuk e gjejmë këtë program në investimet e huaja apo në kryesisht donatorë që investojnë kryesisht në zhvillimin rural, sepse ky program u mendua sikur duhet t'i jap një impuls të ri zhvillimit ekonomik lokal në nivel rural. Por rezultatet janë të frikshme, mund të them, sepse unë nuk di një fshat që ka një investim që ka ardhur si pasojë e, mund të themi, programit të 100 fshatrave. Mund të di në një fshat shumë të vogël, në një ndërhyrje shumë të vogël që mund të ketë ardhur si pjesë e këtij programi, por një shifër e tillë, 207 milion euro, është shumë e madhe për të thënë që është investuar dhe nuk kemi asnjë impakt. Pra, fshati në logjikën time është më keq se sa ka qenë. Dhe këtë mund ta shohim edhe në shifra konkrete, si për shembull tek sipërmarrjet në zona rurale, numri i sipërmarrjeve në zona rurale, apo numri për shembull i krerëve të blegtorisë që ka rënje drastike. Pra janë, mund të themi, indikator indirekt që thonë që ekonomia rurale është më keq se sa ishte. Pra nuk kemi impakt pozitiv, nuk kemi as stagnacion, por kemi, mund të themi, impakt negativ. Kjo është për sa i përket leximit tim, mund të themi edhe perceptimit tim, sa i përket impaktit që ka edhe në territor, në fakt, ky program, patjetër që mbështetja kryesore që duhet vinte në kuadër të këtij programit është infrastruktura, por ne nuk e kemi të qartë realisht se cilat janë rezultatet pozitive apo cilët janë, mund të themi, projekte që janë investuar në këtë kuadër. Kemi një program si është 100 fshatra që është program qeveritar dhe thuhet që kemi donatorë të ndryshëm që ndërhyjnë për të dhënë, si më thënë, programet investimeve publike në këtë kuadër, por vetëm kaq, pra nuk kemi impakt. Ajo që tregon impaktin është negative. Kuptoj, zoti Caca, në fakt realiteti shqiptar ka nevojë për programe të tilla, por pyetja shtrohet, a ishte programi i dur ky?
Normalisht çdo, po themi, iniciativë është e mirë që të rivitalizosh ose të japësh një boost, një lloj përparësie për të zhvilluar më shumë fshatra. Gjithsesi, fshatrat në logjikën primare të tyre është prodhimi, që është bujqësor, blegtoral, po themi pemtaria, bletaria e të tjera. Normalisht që kur në 2018 të prezantuar këtë projekt, dhe pothuajse një pjesë e madhe e mirëpriti që çfarë do të prezantonte dhe si do të aplikohej në po themi fshatra. Gjithsesi filluan ato po themi nga dokumentave dhe zoti Sokoli e përmendi pak pjesën që do të futeshin instrumentat të ndryshëm financiar, por qeveria nuk është se kishte një paket të deklaruar se sa do të investonte në këto dhe çfarë do të mirte mbrapsht. Dhe patëm disa, besoj nga 2020, ndoshta 2021, që në disa zona, në disa fshatra, ushtrua ajo shëtitoria aty rreth, në ca zona nga jugu rreth rrafit, po themi, të fshatit, në ca zona nga veriu bën një qyrim që siç është bërë në pedonalin në Tiranë, vetë edhe aty, u bë një lloj, po themi, më shumë makjazhi. Gjithsesi, edhe në atë që u shpreh, edhe në atë që duhet të ishte, avantazhet e, po themi, të projektit ose propozimit të fshatrave ishin diversifikimi ekonomik rural. Gjë që nuk ka ndodhur në kuptimin, sepse nuk është marrë fare me pjesën e ekonomisë, është marrë me pjesën e rindërtimit, po themi ndërtimit të bujtinave, ndërtimit të hotelërisë, ndërtimit të shërbimeve. Në djenin time, ndoshta panelistët mund të kenë dëgjuar në një ndërtim baxhoje, në ndërtim, po themi, që është e vështirë, në djenin time jo. Normalisht, ne duke marrë një spunto, ose më saktë qeveria duke marrë një spunto nga pjesa e rritjes turistike që kishim në atë kohë, dhe që vazhdo të jetë per forca në një farë mënyrë një vend pas zbuluar dhe është ai lokali që hapen dhe muajin e parë ka punë gjithmonë. Dhe po pastaj në momentin që nuk di ta mbash punën, i bie që do ikin klientët. Kështu që normalisht edhe u dha theksi tek turizmi. Tani ne nuk mund të kthejmë dhe qytetet përgjithësore, dhe fshatra përgjithësore të kthejmë në turistik, ndërkohë fshati ti e denatyron. Dhe me thënë, ka një natyrë, çfarë bëhet. Me thënë, dhe qytetet ka një natyrë specifike ku peshon peshë tyre specifike në pjesën kombëtare ose në pjesën rajonale, nuk ka rëndësi. Ke qytet port, ke qytet që prodhon naftë, ka biznese, ka turizëm, domethënë nuk mund të jenë të gjitha njësoj. Ne tentuam të bëjmë çdo qendër fshati, si në në Lekdush, si në Veri, të bëjmë të njëjtin shesh me ato pllaka guri që në ca vende dhe rëshket, dhe ne i quajmë që patjetër që ku hidhet investim do ketë një lloj rritje dhe potencial ekonomik dhe pjesën mendore, po themi, ose mentalitetin duke ndryshuar, por nuk është kjo thelbësorja që bën që një vend të gjenerojë të ardhura dhe kryesorja është të kthejë ata që kanë ikur nga fshati. Dhe dy pika të fundit për mos të zgjatëm, të lutem, domethënë ishte formalizimi i ekonomisë rurale, që nuk është bërë, ishte edhe efekti psikologjik atë që thash pozitiv, që në disa e ka arritur realisht, mos të se nuk kemi pse themi jo, por ishte më shumë psikologjik se sa real. Edhe dobësi strukturore që ishin në këto ishte mungesa e një modeli të qartë ekonomik, ne nuk kishim një model, zoti Soko është ekonomist dhe mund ta përmendi dhe më mirë, po nuk kishim një paket të qartë, sa do investojë, si do merri, kush do ta merrte, si do aplikonte, sepse thuhet, edhe zoti Sokola e përmendi që do kishte donacione të huaja, ka me mira projekte të, po themi ose më saktë lek në qarkullim në Europë që mundi të tërheqësh me projekte, tip donacioni, grante, fonde e të tjera, dhe në djenin time nuk është tërhequr as një cent. Domethënë nuk është bërë një projekt për ta tërhequr një cent. Ne nuk mund të shpenzojmë vetëm lekët tona, ndërkohë që ti, domethënë ke pa aftësi menaxheriale për ta bërë këtë gjë. Tjetra ishte përshëndimi selektiv. Ndoshta logjika ishte që të gjeshin ca pine, po themi, që të gjeneronin për gjithë zonën, por ndërkohë nuk është bërë e tillë. Po të marrë rastin e fshatit, po themi, të Dërmiut, përpara këtij projekti u bë një projekt tjetër për revitalizimin ose për ristrukturimin arkitekturor të zonës,
u sa juan ca fasada e ca dritare, e ca qati, u blen ca resorte të tjera, dhe dërmiu është pa i dërmime, gjysmat e shtëpive të rrëzuara sot, që nga 2012 deri sot nuk është se ka prap plazhin poshtë e shijojnë ata që nuk janë ndërmiu. Dhe tjetra ishte rreziku i gentrifikimit ose i po themi fshatrat ku investohet, rritet shumë çmimi, dërmiu është rasti klasik, u rrit shumë çmimi në një zonë dhe në fshatrat përreth ato degradojnë komplet se nuk ka as kërkesë asgjë sepse nuk investohet, s'ka kush investon. Po. Dhe pastaj kapaciteti i ulët menaxherial lokal që fshatrat, domethënë skalën bashki dhe qytete si Gjirokastra, Dibra e të tjerë, nuk kanë potenciale, po themi, njerëzore që të shtyjnë përpara këtë gjë. Dhe një gjë të fundit desha të thoshja, meqense unë jam nga zona e Gjirokastrës, në plan ishte dhe Lazarati dhe Antigonea. Antigonea, megjithëse sot e ka rrugën në 3 vende të dëmtuar të shkarë nga dherat e shirave të fundit, në raportin që ishte bërë dhe duhet pasur kujdes, ASHT-ja ka publikuar një raport në 2018 dhe në 2021 të punëve që ishin bërë dhe janë marrë student nga universitete shtetërore dhe private, nuk ka rëndësi, është bërë një punë e mirë po për identifikimin e gjërave dhe në bazë të kësaj është krijuar një logjik se si do zhvillohen fshatrat. Ndërkohë, po të marr rastin e Antigones, nuk është përmendur në asnjë vend, dhe ndërkohë është kruciale dhe Lazarati, besoj një pjesë e jona ka qenë aty, që Lazarati do kthehej në qendër bujqësore për gjithë zonën në grumbullim. Lazarati nuk ka rrugë hyrëse të saktë, nuk ka ujë. Domethënë ka shumë gjëra që janë parësore, domethënë para se të hyni në shtëpi, ju hyni nga dera, nëse nuk keni derë, nuk thoni nuk kam po them televizor high definition, po thua s'kam derën të parë. Dhe duhet ajo e para që të zhvillohet fshati. Pra, Antigoneja është historike. Gjithçka një dështim. Mirë, u duk në fakt, zoti Soko, diçka serioze ky projekt fillimisht, e përmenda edhe në hyrje të bisedës tonë, pra janë 4 ministri të cilat u angazhuan shumë institucione, madje edhe sasi të konsiderueshme fondesh pikërisht për këtë projekt. Shiko, çfarë mund të themi tani në post factum, pasi ka ndodhur, ka mbaruar. Unë shoh për post të gjithë të tjera për cilat janë shfaqur dyshime në media e korrupsionit e tjerë, në thelb unë shoh paqartësi një. Ajo që nisi si një proces rivitalizimi përfundoi si një degëzimi rilindjes urbane, e cila tashmë u duk sikur shkoi nga qyteti në fshat, pra nga qendrat e qyteteve shkuan në qendrat e fshatrave. Në fakt, misioni i parë më mend unë që kur u diskutua për të parë në qeveri çështja e 100 fshatrave, kishte qenë rivitalizimi i jetës në fshat, me qëllim që ne ishim duke përjetuar në ato momente, në atë kohë, ishim duke përjetuar një, të themi, zhvendosje demografike në përmasa biblike nga fshati, dhe u mendua që, tani njerëzit po na ikin nga fshati. Si përfundim, pas 5-6 vjetësh, ndoshta 10 vjetësh maksimumi, fshati do mbetet bosh. Dhe u mendua që të kampionohej një sasi prej 100 fshatrash, u mendua në fillim fare, e cila do të jepte modelet që më pas do të përthiteshin nga sektori privat. Pra, publiku, qeveria, parat publike, do të kampiononin një sasi të caktuar fshatras për rivitalizimin e tyre, jo urban. Rivitalizimi i jetës në fshat është e para jepja dhënia esensit ekonomik të jetesës në fshat. Duhet kuptuar që çdo ngulim njerëzor në themel të tij ka sensin ekonomik. Nuk mund të ketë një vendbanim njerëzish pa pasur ai vendbanimi sensin ekonomik. Dhe çfarë mendua? Atëherë, si do t'i bëjmë fshatrat tona që të kenë sens ekonomik dhe me sensin ekonomik ne ndalojmë migrimin nga fshati. Si drejt qytetit, si drejt... Sa më të jetueshme. Por, kjo, për shkak se nuk ishte e qartas nga ata vetë që e nisën, u nisi e tillë dhe rrugës pastaj u ndrua në një rilindje urbane. Filluan u bën këtu ca rrugë fshati, aty tek ajo bë rapi fshatit, u rrethuan me atë gjë. Besoj vetëm qendra fshatit, se rrugë nuk besoj që... Domethënë qendra e fshatit, aty u gjetën ca fshatra që kishin, le themi, premisa për të qenë të suksesshëm
në turizëm, u rregulluan ato infrastruktura aty, jo çik ndriçimi, jo kanalizimet e më thetash, pra e humbi komplet misionin. Dhe kjo ishte për shkak të faktit që ishin të paqartë për çfarë do donin të arrinin. Që në fillim ju tingëlloi shumë marketing emri, programi 100 fshatrat e tjerë, u përdor për fushata elektorale, në 2 palë fushata elektorale, rjesht, 3 palë fare, rjesht, fushata elektorale, u përdor për të vjetë në lek, se edhe kjo duhet thënë, pra si u kanalizua tek infrastruktura, aty pasaj filluan mjeshtrat bënin çadinin. Dhe në fund fare ne kemi sot një program i cili ka mbaruar me rreth 200 milion euro të shpenzuara, të cilat në fund fare nuk e dim se çfarë produkti na kanë dhënë. Sot, madje, janë të gjithë lirë që të fillojnë të mendojnë që shiko, dërmi unë e bëri se donte ku di unë ky oligarku filan, dhe atë fshatin e bëri se donte oligarku fistek, më kupton, pra të gjithë kemi të gjithë të drejtën për të menduar, për të dhënë lloj opinionesh dhe opsionesh arsye pse u bë, sepse në fund fare qeveria e humbi rrugën për cilën e nisi këtë si projekt, ose më saktë idenë me cilën e nisi këtë si projekt. Kjo është e para, dyta, e humbi rrugën apo qëllimi ishte që në fillim? Unë besoj se humbi rrugën. Duke krijuar strategji. Unë besoj se humbi rrugën. Pse? Në thelb ideja, do me thëmë, për revitalizim ishte jetike. Është jetike. Akoma tani jemi çik vonë ndoshta, por përsëri është jetike. Revitalizimi i fshatit. Çfarë do të funksiononte ky parimi i projekteve pilot është i tillë. Zjarri për të ndezur ka nevojë për çik benzinë. Po nuk është benzina që e mban zjarrin. Do duhet marrin trungjet. E kupton? Që të vazhdoj zjarri. Ajo thjesht është shkëndija e fillimit. Bravo. Nisja. Shteti nuk do mbajë fshatin, nuk do investoj shteti për fshatin. Po shteti duhet të jetë benzina e cila i jep zjarre dhe pastaj vjen marrin vetë trungjet. Pra le të themi kthehet në model dhe fillon investimet e huaja, investitorët, ku diun lokal, jo vetëm të huaj, por edhe lokalët. Pra domethënë e kthejmë vëmendjen e fantazisë kapitaliste drejt fshatit. Kupton? Dhe ky është dështimi i madh i këtij projekti. Pra, fakti që në fund fare ne nuk arritëm që hodhën 200 milion euro shteti, nuk hodhi as 10 milion euro privati. Pra për shkak të këtij projekti nuk çuam në fshat as 10 milion euro. Më kupton? Ky është dështimi më i madh, sepse në fund fare kjo do duhet ne hedhim 200 milion nga shteti për të marrë 1 miliard nga privati. Më kupton? Prandaj hedhim se benzina, zjarri. Më kupton? Por këtu dështoj, dhe ky është dështimi më i madh i këtij projekti, prandaj ka humbur dhe mirë që e kujtuam sot se e kishim harruar, e kishim lënë në harres për kohë të gjatë. Zoti Sokoli, sa vërtet është që ka fshatra ku sheh vetëm tabelën që paralajmëron se në fshat turistët mund të vizitojnë një muze, pika panoramike, shërbime edhe deri tek tualetet, por në fakt nuk ka asgjë nga këto që paraqiten në këto tabela. Në fakt, tu duhet edhe të sqaroj diçka, pra, me anë të programit të 100 fshatrave ka patur edhe mund të themi projekte të detajuar apo projekt zbatime gati, pra ka patur disa programe mund të themi teknike për zhvillimin e këtyre projekteve, por këto projekte nuk janë zbatuar. Pra, edhe më pas si u pa, i ndryshoi qasja nga një, mund të themi, projekt ose program për revitalizimin e jetës ekonomike apo katalizimin e jetës rurale në fshat, u kthy në një program të rëndomt infrastrukturor, po edhe në këtë rast nuk ka patur investime. Pra, këto projekt zbatime nuk janë konkretizuar. Dhe patjetër që dalim tek pjesa që fshati sot, edhe pse është turistik, potencialin e tij turistik e ka, por nuk ka, mund të themi, shërbimet bazike të bërit turizëm. Siç themi banjot publike, siç themi për shembull pikat panoramike apo shenjat sinjalistikës rrugore apo shenjat e sinjalistikës turistike, pra kemi mungesë totale. Ka patur disa fshatra që mund të themi që kanë përparuar pak, sepse kanë patur ndoshta projekte periferike nga donatorë të huaj që janë investuar direkt nga donatorë të huaj. Këtu mund përmend disa ndërhyrje të vogla në Theth, që është për shembull ndërtimi i zipline-it në Theth, po marr një rast që
mund të jetë mund të themi një gjë minimale, shumë e vogël, dhe ndërhyrje të tilla ka patur ndoshta tek TUK, por këto nuk kanë shërbyer ato çfarë tha zoti Soku, që nuk kanë ndezur. Nuk ndezin, sepse ti je përballur me mungesën totale pastaj të burimeve njerëzore. Pra ti nuk ke arrit që të jepsh një impuls në ekonomi, dhe ai impuls është fik. Jo, mund të të përmend me që tek impulset, që ju sapo e thatë, jo më larg se sot ne folëm me një sipërmarrës i cili që për këtë programi ndërtoi disa struktura akomoduese. Problemi është që në atë fshat turistik nuk ishte rrugë as në vitin 2018, por nuk ka as sot. Pra për zotrin fjalë, programi jo vetëm që nuk që pozitiv, por që edhe një dështim për të. Duhet ta lidh pak, ky do jetë edhe dështimi i paketës maleve në fakt. Kur themi dështim, një dëm i madh nga ana ekonomike në investime. Se u lidh kjo dhe më përpara zoti Soko e lidhi shumë mirë, pra ishte një rilindje urbane e kthyer në fshat, dhe seria e tretë e kësaj do jetë paketa e maleve, që do ketë edhe probleme të tjera të shtuara. E mira është që kur zhvillohen, pra absolutisht që ideja për të zhvillu fshatin dhe diversifiku ekonominë dhe rrit ekonominë në fshat është shumë e mirë, dhe duhet, sepse rrit mund të themi konkurrueshmërinë e territoreve në Shqipëri, por kjo duhet të zbatohet qartësisht dhe mos të humbet fokusi. Dhe tani ne kemi kaluar një fokus krejt tjetër që ja kemi lënë direkt biznesit të zgjedh një truall dhe të shkoj dhe të ju ofrojmë lehtësira për ta zhvilluar, dhe s'dihet gjasi si do ta zhvilloj, dhe në këtë rast përsëri nuk dihet nëse a do ndez apo jo ky biznes. Mund të ketë raste sporadike, siç tham, që mund të ketë programe të vogla që janë investuar në formën e startupeve për të zhvilluar ekonominë, por ne përballemi direkt me infrastrukturën publike. Mund të them që zona e Thethit, e Vermoshit, e Erasmës në Shkodër janë pa energji elektrike edhe sot që flasim. Si ka mundësi që zonat të tilla që kanë potencial turistik, ekonomik, lokal, të mos kenë përballen me këto probleme kaq të rënda që janë me problemet e infrastrukturës? Pra, kjo duhet ishte një program që ecë në mënyrë të integruar me disa komponent tjerë, që përveç zhvillimit ekonomik kanë edhe zhvillimin infrastrukturor nga mbrapa. Po nuk duhet të jetë jo vetëm njëri dhe jo vetëm tjetri, duhet të vinë në formë të integruar në mënyrë që të ndezin dhe të katalizojnë, mund të themi, ekonominë rurale. Zoti Caca, sa janë në gjendje projekte të tilla të rivitalizojnë vërtet një zonë rurale, pra ta kthejnë atë në një zonë turistike? Në qoftë se do të ishte më i menduar, se si zoti Soku e thamë përpara, që humbi rrugës, pasi dhe ideja ishte e mirë, por ideja ose më saktë plani për ta zhvilluar të ide nuk ishte aq i mirë, sa sot pothuajse është e dështuar. Kemi shembuj të ndryshme edhe nga BE, që po tentojnë. Kemi zona pafund në Itali, kemi zona në Spanjë, kemi zona në Francë, dhe vetëm të përmend disa emra projekte Borgo d'Italia, që ama të jep financim, të detyron të jetosh në fshat, me thënë e të tjera mirat që mos të zgjaten për këtë gjë. Kështu që realisht tek ne bë një, po themi, një qartësi e mirëfillt financiare se si do të zhvillohej. Shteti pothuajse nuk fiton asnjë gjë, ose kthimi është shumë i vogël në raport me atë që investon, dhe normalisht, si u përmendë pakete maleve, pothuajse do jetë njëjta gjë, do zihen disa vrima ose do plotësohen disa nevoja të momentit, të disa bizneseve ndoshta, sepse si edhe u përmend nga panelistët, që këtu meqense asgjë pothuajse nuk është transparente, të lë hapësirë për të spekuluar ose të paktën të mendosh që diçka ndodh mbrapa. Sepse normalisht është detyrimi i dikujt që propozon një paketë me iniciativë, shpenzon lek publike, normalisht duhet të japë llogari. Dhe për më tepër, si dhe u përmend zoti Sokolaj, që kanë investuar dhe nga ju,
vetë për personin që ishte kontaktuar që rruga nuk I ka ardhur akoma. Dhe normalisht ai pret sepse ishte për këtë gjë. Por atë shumë, po them, monetare që ai e posedonte dhe harxhoi për atë gjë, mund ta hidhte në ekonominë në një mënyrë tjetër, në një biznes të suksesshëm. Kështu që bëjmë dy dëme, një në buxhetet publike, ose tre më saktë, një në buxhetet publike, një në buxhetet private, të investorëve private dhe investitorëve të tjerë. Nuk themi që ne I marrim qafë, sepse I themi investor se këtu do zhvillohet zona, ndërkohë I ngjelet një objekt I cili nuk e vën në funksion dhe nuk fiton dhe vetëm ka harxhuar. Dhe tjetra është që ne nuk thithim dot asnjë fond të huaj ose nga jashtë, asnjë investitor të huaj, sepse asnjë investitor serioz I huaj, asnjë po themi buxhet që është jashtë që kërkon një projekt të mirë shkruar, nuk mund të besojë ose nuk mund të jepet me një strategji të tillë që të paktën në ato botime të pakta janë të nivelit studentor, me një optik të pari në teren, por pas një strategji ekonomike të mirëfillt, pas një strategji urbanistike të mirëfillt, dhe kryesorja që ne e bëjmë gjithmonë, është problemi I të kuptuarit të thelbit. Razma, ku diun Thethi, nuk mund të jenë si një fshat në jug ose fshatat e Lumit të Vlorës. Por, po të shikosh, projektet e tyre janë shtruar me të njëjtat gur, janë bërë nga njëjta studio, janë bërë me të njëjtin projekt, do të thënë, mendësia si funksionon fshati, këtu nuk është marrë parasysh fare. Mendësia ekonomike, jo mendësia, po si funksionon mekanizmi, do të thënë, fshatrat e bregut nuk ka në asnjë vend nuk flitet që bëhet vaj në mënyrë artizanale siç bëhet dikur. Nuk është dhënë asnjë fond I tillë. Nuk është bërë asnjë muze, nuk është bërë asnjë, po themi, pikë atë që zoti Soko tha që duhet një shkëndij që të marrë ai zjarri ose pak benzinë. Po duhet bërë një, po themi një mbullim drici me ujë në një prua, por ne nuk kemi më as prej sepse janë bërë hidrocentrale. Do të thënë, pjesa ekonomike ose pjesa që ti ta bësh të mekanizmin, do të thënë, ti bësh zili, po themi, atij investitorit privat që të vitë të investojë sepse shteti të ka sjellë ca atraksione, nuk kemi rrugë, nuk kemi ujë për fshatra, nuk kemi drita, dhe për më tepër nuk ka sigurinë se si do shkojë politika pas një viti, pas 2 vjetësh, pas 3 vjetësh, sepse ne e shohim që sot diku investohet, është si puna e pallatit që thoshte me pamje nga deti dhe pastaj nesër ti e blen me pamje nga deti, nesër bëhet I pallat prapë përpara që shitet me pamje nga deti dhe pastaj bëhet I pallat tjetër. Do të thënë ti shkon investon dhe nesër ti të ndron komplet logjika e planifikimit territorial të Shqipërisë. Do të thënë merr një drejtim tjetër dhe ti ngelesh siç është logjika e rrugëve që ne nuk kemi një plan të mirëfillt të rrugësh dhe pikat që zhvillohen ato karburantet ose pikat që ndalojnë për një kafe ose për të ngrënë diçka, ke shumë të braktisura në rrugët që kanë dalë jashtë loje, domethënë po janë lekë të shqiptarëve. Janë lekë të investitorëve që normalisht minimumisht 2 humbje sepse është një që është investuar drejt për drejt, dhe tjetra është që nuk është kthyer investime ose nuk ka bërë fitim. Me të ne investojmë në mënyrë të gabuar. Është një soi dhe për ta përmbyllur se ndoshta u zgjata, si puna e objektive të legalizimit, ne kemi prishur tokën e Bukës, kemi ndërtuar objekte që janë karabina 4 dhe 4 e kemi vetëm të kompletuar, ndërkohë mund të jenë 300-400.000 euro të investuara nga dikush që punon në London, në Angli, në Greqia, në Itali, dhe baba I vet me që se kishim atë si e kishim, që s'kishim mundësi të kishim shumë shtëpi, ta bëj për djem dhe djem nuk kthehen kurrë se janë bërë me shtëpi, me familje, me biznese jashtë, dhe një shumë prej 300-400.000 euro është ka ngelur beton, ka prishur dhe tokën produse dhe askush nuk ja blen. Do të thënë, ne I futem dhe kur duam, ose ndoshta nisem me qëllimin e mirë për të rregulluar ekonominë, I fusim atë shelmin e fundit edhe shkojmë në gremin. Dhe fatkeqësia jonë është që ne duhet të shkojmë deri në fund të degradojmë, nuk besojmë as nga të tjerët. E përmenda pak më lart, fshatrat e Italisë di shumë I jepen shtëpi me 1 euro, I japin fonde shtetit deri në 50.000 euro vetëm ai që qëndroi aty, të lindi fëmia aty dhe prapë nuk shkon kush, që është një shtet shumë I konsoliduar se ne. Si mundet me këto investime, do të thonë nuk kemi gjetur realisht shpirtin e fshatit, të paktën ata që e kanë ideuar, dhe e kanë menduar dhe e kanë projektuar,
as nuk ja kanë minimalin e idesë se çfarë do të thotë fshat. E kuptoj. Mirë, do të shkëputemi në këto momente për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish me bisedën. Jemi rikthyer sërish në studio. Zoti Sokoli ka disa akuza lidhur me këtë projekt, një prej më kryesoreve është që ju dha prioritet disa fshatrave bregdetare. A është e vërtet kjo? Ka, dhe me thënë, po ta kuptojmë, normalisht që disa gjëra mund të ndezin, disa gjëra ose disa territore mund të ndezin më kollaj se sa disa territore tjera, dhe normalisht që mund të themi që fshatrat e jugut normalisht duke u përballur dhe qenë më afër presionit të turizmit, mund të ndezin më kollaj. Dhe kjo është, mund të themi edhe ajo se çfarë unë kam perceptu në kuptimin tim nuk është investu në këtë program fare, pra ka pasur vetëm investime periferike që impakti për shumën e investuar është shumë i vogël, si në jug, si në veri, si në, po them, në fshatrat e Shkodrës, si në fshatrat e Gjirokastrës, si në fshatrat e Vlorës. Patjetër që mund të ketë patur tentativa klienteliste në një farë mënyrë që presionit të këtyre për të çuar, mund të themi, investimet atje ku duam ne, një farë skemet si mund të themi e përafërt me AZBR-n, me IPARD-in, në skemën e IPARD-it, por është thjesht perceptim, pra unë nuk e perceptoj që ka patur interesa, mund të themi, të konkretizuara në këtë pikë, përveç se mund të them që jugu ose fshatrat e jugut kanë, mund të themi, atë presionin e turizmit më të lartë se sa zonat e tjera, patjetër. Kjo është e ditur. Dhe në këtë koncept mund të them që për mendimin tim impakti i këtyre investimeve është pothuajse zero, sepse qasja ka qenë e pa qartë. Dhe ka edhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme që duhet ta përmend. Ne thojmë që duam të zhvillojmë ekonominë lokale apo ekonominë rurale apo sektorin turistik, dhe mund të themi baza për të investuar këto ose për të dalë mbi këtë janë shërbimet publike, pastrimi i mbetjeve, i pari, shërbimi dhe ujësjellës kanalizimeve, rrugët, patjetër infrastruktura dhe patjetër elektriciteti, energjia. Ne këto 4 gjëra kryesore ose 4, mund të themi, këto kalojnë mund të jenë baza për të kalu dhe për të pretendu për të pas investime apo zhvillime në turizëm, në ekonomi rurale, apo në zhvillim, mund të themi, ekonomik lokal. Ne nuk i kemi këto, pra kemi mungesa boshllëqe të thella në këto 4 pika dhe kur përballemi pastaj me realitetin që ne bëjmë investimin dhe nuk kemi ujë, nuk kemi elektricitet, si dua t'i shërbejun turistit kur s'kam elektricitet në një bujtin. Nuk ka logjik. Po, ndërkaq, zoti Soko, sikurse e citova, pra investimet më shumta janë dhënë për investimet në Bregdet. Mund ta konsiderojmë që janë dhënë dhe me tepris madje. Por nuk duhet ishte bërë më shumë në opinionin tuaj për turizmin malor? Këto pikërisht sepse në fund fare tani pasi nuk ka ndodhur në gjë e madhe, përpiqemi të gjejmë arsye sepse nisi ose pse shkoi kështu ky projekt edhe tash. Tu fillojnë edhe spekulimi pastaj e thotë që për shembull dërmi edhe për Tarapulin thotë tani. Mundon që të fiton dhe ky. Tani duke qenë se jemi në këtë fashën e diskutimit post factum, ndoshta sepse interesat e njerëzve më të fuqishëm pranë kryeministrit ishin në Bregdet. Ndoshta kjo ishte edhe lokomotiva që udhëhoqi gjithë trenin e investimeve, kupton? Pra, natyrisht që shohim sot, mund të ketë edhe një arsye, si thotë zoti Sokoli, që ka një potencial më të madh kthimi mbrapsh, nëse ne investojmë në fshatrat në Bregdet, por nga krau tjetër ne qëndrojmë përballë një fakti që shiko, në Bregdet investon privati, s'ka nevojë me investu shteti.
Pra aty është kaq viable Po. vendi sa që të prodhoj investime private, të cilat natyrisht do ta kompensojnë. Shteti futet zakonisht aty ku nuk shkon privati. Ose le të themi shkoni pari për të mbuluar gjithë, për të çarë borën, nëse mund të përdor një krahasim, e çan borën i pari shteti e më pas pastaj ndjek nga privati, po gjithmonë kjo kur ka sukses, domethënë investimi. Por që në fund fare përfundoi kështu si përfundoi sepse nuk ishte e qartë, nuk e patëm. Shiko, fshati ka nevojë për shumë gjëra për të rivitalizuar. Ne nuk e kemi kuptuar asnjëherë sepse na ikin njerëz nga fshati. Se përpara se të ndërmarrim një projekte të tilla, të cilat në thelb janë shumë të mira, pra si koncepte unë i vlerësoj shumë. Sepse do duhet bëjmë diçka, nuk mund të qëndrojmë indiferent ndaj gjithsesi, le të themi, kësaj bombe demografike që mundon në Shqipëri. Domethënë ne kemi sot përqendruar gati 70% e popullsisë së Shqipërisë janë përqendruar vetëm në 10-15% territorit. Është 80% e territorit është bosh. Më kupton, është pa njerëz. Dhe praktikisht duhet bënim diçka për ta rivitalizuar, por duhet konceptuar ndryshe. Pra duhet kuptuar para pse ikin. Pse ikin nga fshati? Çfarë i mungon në fshat? Po e përmendën kolegët që dy, pra infrastruktura është themelore. Kanalizime, kanalizime, drita ujë. Këto janë themelore. Por nuk janë vetëm këto. Shumë ti ke shërbim mjekësor. Mungon në fshat. Në pjesën më të madhe të fshatave shqiptare, aksesi tek shërbimi i arsimor është shumë i vështirë, duhet thënë kjo. Pra, edhe me ndarjen e re territoriale që u bë. Se këtej hapim program 100 fshatat, këtej pastaj bëjmë ndarje territoriale ku, për shembull, po them, po e marrim një fshat kot, nuk e di, Delvin, po themi banorët e Kardikaqit, duan 2 orë të vënë të kontaktojnë degën e pushtetit lokal. Më kupton? Pra bëjmë ndarje territoriale totalisht jo funksionale. E larguam pushtetin nga qytetari. Kjo besoj edhe ku e kanë interesin investitorët strategjik apo jo? Po, dhe vetëm kjo, por edhe aksesi në shëndetësi, aksesi në arsim, u bë jashtëzakonisht i pamundur. Kështu që çfarë do bëj ai fshati? Do ikë. Do veti ku i ka të gjitha këto, afër, pra shkollën e ka afër, çerdhen e ka afër, se lindin fëmijë dhe ata. Më kupton? Ne harrojmë të gjë. Duan të çojnë në çerdhe, në kopësht, në shkollë, më kupton? Edhe pra të gjitha këto do të ishin një projekt, pra do të ishin përfshirë në këtë projekt, nëse do kishte qenë një projekt serioz për rivitalizimin e fshatit. Pastaj këto të tjerat që si përfundoi, pastaj u pa që përfundoi në tendera infrastrukture, të cilat i morën ca, u destinuan aty ku pati presion më të madh interesi etj. Zoti Caca, duke parë resorinë e programit të 100 fshatrave, sa shanse ka të ketë fat mirë paketa e maleve? Shiko, nuk dua ta anatemoj sepse në logjik ideja është e mirë, po duhet bërë qasja e ndryshme. Paketa e maleve akoma është në fazat e para dhe si të gjitha paketat që janë propozuar, me thënë nga ideja që është dhe kjo një farë ideje mirë, unë nuk do të isha dakord sepse këtu vihet çlohet prona, sepse fillojnë këto problematikat që nuk janë mbyllur, problematikat në pronë, me krimin e pronave, me të në zona, të them në një rastin. Po, vetëm të lutet, sa më përmbledh azi pasi jemi po vim në limitet e kohës. Okej. Në sensin që janë me emra, me toponime me emra familjare, nuk janë kthyer akoma, ndërkohë që do të vejë një investitor dhe do të marri. Por, si që thamë edhe kolegët ose bashkëbiseduesit, që normalisht drejtohet e zonat e bregut, por ti në një vend që kërkohet nga të gjithë, s'ke pse shkon edhe jep incentiva, sepse duhet të japësh një vend tjetër, ndërkohë që po të shohim turizmi malor është turizmi që funksionon 12 muaj dhe nuk ju vu teksi, ju vu aty që është 2-3 muaj. Dhe në realitet nuk është kthimi i, po themi në fondet publike, se në private mund të kthehen me njëherë, po në fondet publike ose të mirë publike, edhe vetë kjo paketa e 100 fshatrave, ishte në rastin në skenarin më të mirë ishte 0,05% të prodhimit të brendshëm bruto, kështu që nuk është se do kishte në një ekspansion. Desha të shtoja diçka që të bëj paralelizëm me pyetjen tuaj, që normalisht ne kemi problematikë të madhe në krahasim me vendet e rajonit, që ne tokën e kemi shumë të fragmentarizuar, tokën bujqësore, tokën kullota dhe të gjitha,
Dhe për këtë shkak ne nuk zhvillojmë dot ose nuk kryejmë dot një bujqësi të zhvilluar që edhe në fshatrat të kthehen dhe të përdoren në formë fermash. Mund të shkojmë në Serbi, është si nata me ditën me ne, dhe njëjta gjë do jetë për malet. Ne nuk kemi rrugë në qytet dhe unë ja u përmenda që para në fshatra në anë të rrugës kryesore ose rrugës nacionale, rruga nacionale Gjirokastër te Pelen është me 700 lloje trasesh, fier ose po themi autostrada të nisur nga Tirana për Vlorë është po ashtu dhe për mos fol për të shkuar në Shkodër apo në Razm apo të njëjtat probleme pra që hasemi çdo ditë. Zoti Sokoli, së fundmi shkurtimisht e njëjta pyetje edhe për ju. Sa shanse ka që të ketë fat mirë paketa e maleve? Në koncept, pra, e tha dhe kolegu im, Caca, që ideja mund t'jetë e mirë për t'i dhënë një impuls zonës me anë tashmë jo të ofrimit të lehtësirave ndaj privatit, por në kontekstin ku po zhvillohet, ajo është e rrezikshme, do të thoja, sepse ka problemet kthell ose i shton një layer tjetër problemit që kemi, që ka gjithë Shqipëria me pronësinë. Pra, mënyrën se si do e fitoj pronësinë, këto ndërhyrje apo këto sipërmarrje të reja. Dhe ka një, mund të themi, shkëputje në logjikën e gjithë gjërave që kanë ndodhur për sa i përket kësaj, po marr rastin e Thesit, sepse është shpallë edhe zona me prioritet zhvillimit, e gjithë zona e Thesit, që është zonë me prioritet zhvillim turizmit për paketën e maleve, është komplet zonë e mbrojtur, park kombëtar. Me që përmende turistët, kam edhe diçka të fundit. Turistë që kishin nisur pushimet në Theth, e nga ana tjetër ndërkohë që ikëm të dhe policia prishin strukturat akomoduese. A ka kuptime gjitha kjo? Doja ta lidhja me këtë gjë. Ne në verë bëm një aksion, ishte një aksion i tmerrshëm në fakt, që ndodhi pikërisht këtë se ju keni ndërtu në zonë në park kombëtar. Ju prish, pra një investim, unë kam një shifër të përafërt të dëmit që është shkaktuar në Theth, janë rreth 17 milion euro dëm. Dëm ndaj privatit. Dhe në këtë rast, ne çfarë bëjmë tashmë? Tashmë e shpallim zonë me prioritet zhvillim turizmit, të njëjtën zonë që është zonë përsëri në park kombëtar dhe është zonë e mbrojtur historike e gjithë qendra e Thethit. Pra ka një përplasje shumë të fortë konceptesh që do ta mbrojmë, do ta zhvillojmë në mënyrën e duhur, duke mund të zhvilluar pra ri për të rirë ndërtimet e vjetra, apo duam të bëjmë gjëra të reja, apo siç janë resortet e vogla, apo ku diun bujtinat komplet të reja, që drejt kësaj po shkon edhe paketa e maleve në atë informacionin që kam, sepse procedurat tashmë kanë kaluar në verifikim nëpërmjet bashkive dhe nëpërmjet Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për të bërë verifikimet dhe për të vazhduar pra konkretizimin e mëtejshëm të procesit paketës maleve. Do t'jetë, mendoj, më e dëmshme se sa paketa, se sa programi për qendrfshatrat, sepse do t'i shtoj mendoj një layer problemesh të shtuar në atë zallamahin apo problemin e pronësisë që kemi ne në Shqipëri. E kuptoj. Zoti Soko, e nisa në fakt me dy stuarët që kam drejt për ta përmbyllur me ju që ju kam studio. Diçka të fundit? Do funksionoj paketa e maleve, po hajde inshallah. Jo, në opinionin tuaj, me eksperiencën që kemi. E vetmja gjë që na mbetet është të lutemi që të funksionojë, por nuk besoj. Ktu ka ardhur puna, domethënë. Këtu jemi, domethënë për çdo gjë, sepse funksionon me lutje. Nuk e di, ta provojmë mirë me lutje, më kupton, inshallah funksionon. Nëse lutemi dhe Zoti na përgjigjet, atëherë jemi me fat. Por nuk dua që ta bësh ti, se dua që ta bëj unë, se kjo është paketa e maleve, që të jemi sinqert, Pra jo ata që e kanë bërë deri tani, prishu atyre që kanë bërë deri tani, se do ta bëjmë ne të tjerët. Dhe këtë gjithën e bëjmë në suazën, në moton e ligjit, në moton e ligjërimit të aktivitetit. Që nuk bën asnjë sens, nuk ka asnjë sens, lehtësimi i investimit privat është prioritet në një shtet kapitalist, e kundërta ndodh në një shtet tjetër, jo në shtetin kapitalist, kështu që praktikisht ne jemi kapitalist kur na duhet jemi kapitalist, ose kur ata që
investojnë janë miqtë të afërmit e njerëzit tanë që na rinë afër na mëkojnë me para, dhe kur e bën populli, pastaj është tu kalojmë tek ai shteti tjetër që këtu nuk bëhet, do ta bëj shteti, do të zbatojmë ligjin, do të ndjekim rregullat. Kështu që paketa e maleve është me aq inshallah. Okej. Mirë, këtu kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme. Falenderojmë zotin Soko që e kishim në studio. Falenderoj gjithashtu edhe dy të ftuarit tanë në lidhje të drejtë për drejtë, zotin Sokoli dhe zotin Caca. Falenderit që ishit me ne në MCN. Bashkë me nu takofshim.